Veza e zjerë, çfarë shkakton për kolesterolin, zemrën dhe trurin? Mjeku jep lajmin e papritur. Të nisësh ditën me një vezë të zjerë mund të shkaktojë reduktimin e riskut nga prekjet dhe sëmundjet kardiovaskulare. Këtë e konfirmojnë mjekët në Kinë që kanë kryer një studi. Vezët janë një burim thelbësor i kolesterolit ushqyes, por përmbajnë proteina të cilësisë së lartë si dhe përmbajnë substanca bioaktive si fosfolipidet dhe karotenoidet. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studimet kanë analizuar veçanërisht personat të cilët hanin minimalisht një vezë të zjerë në ditë. Sipas tyre, ata të cilët kishin këtë frekuencë konsumi të vezës e minimizonin riskun e goditjeve ishemike në tru me 26%. Për më tepër është vënë re një ulje e riskut me 12% ndaj sëmundjeve kardiovaskulare për personat të cilët konsumojnë mesatarisht 5 vezë të zjera në javë. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit kur ajo konsumohet në këtë formë? Në këtë video do ju njohim me përfitimet shëndetësore të vezës së zjerë dhe ndikimin e saj në organizëm. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave të Healthline, ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e një regjimi të kujdesshëm shëndetësor mund t'ju ndihmojë në humbjen e peshës. Shtimi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të ofrojë yndyrna të mira. Vezët e zjera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak ndërsa ulin riskun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyrna të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Shtimi i vezëve në dietën tuaj do të ofrojë proteina cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit dhe mundësojnë një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Shëndeti juaj i syve do të përmirësohet me konsumin e vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit ose verbëria. Vezët e zjera janë të mira për kockat e forta. Vezët e zjera janë të pasura me vitaminën D, vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D u mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët mund t'i kombinoni sipas nevojës tuaj ditore në ushqyerjen tuaj të shëndetshme. Kështu vlerat e saj për shëndetin do të jenë më të plota dhe do të evitoni gjithashtu komplikacione në organizëm. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm, si dhe ka shumë mënyra se si mund ta përgatisni atë në dietën tuaj për të marrë përfitimet e saj dhe për të evituar efektet negative. Cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ju e konsumoni atë në përditshmëri? Veza përmban 210 mg kolesterol që zgjerrja e saj konsiderohet mënyra më e sigurt sepse yndyrnat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Pra ngrënia e vezëve në mëngjes mund t'ju ndihmojë në humbjen e peshës, në ruajtjen e niveleve të kolesterolit të duhur në gjak, si dhe të ulin në riskun e problemeve të shëndetit të dobët të zemrës. Sa kaq veza përmban tepër proteina të cilat ndihmojnë në forcimin më të mirë të muskujve tuaj. Gjithashtu ato ndihmojnë edhe në strukturën e posaçme mbrojtëse të qelizave. Ndër të tjera, veza është padyshim një përbërës kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Si e tillë ajo mund të ulë riskun e dobësimit të shikimit ose edhe problemet që shkakton verbëria.
pra vezët të ndihmojnë në dukshëm në shëndetin tuaj të syve. Sa kaq, ato kanë në përmbajtje të tyre vitaminën D, e cila është shumë e rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Veza ndihmon gjithashtu edhe për kockat dhe për dhëmbët e fortë. Ajo mundëson kockave përthithjen e duhur të kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjakun tuaj. Si përfundim, të gjitha elementet të sipërpërmendur që mund t'i merrni nga vezët mund t'jenë gjithashtu pjesë domethënëse e një diete të shëndetshme, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Zakonisht, zgjejmë çdo mëngjes edhe vezët si një përzgjedhje mjaft e mirë ushqimore për të nisur ditën. Veza është e pasur me vlera ushqimore të domosdoshme për trupin tonë dhe nëse këto të mira përthithen që në mëngjes, do t'i jemi plot me energji gjatë gjithë ditës. Vezët, sidomos ato të zjera, bëhen pjesë të listës së super ushqimeve më të mira. E bardha dhe e verdha e vezës përmban sasi të madhe të proteinës. Ja përfitimet që do të merrni nga konsumi i vezëve të zjera për mëngjes. Vezët përmirësojnë përqendrimin. Studimet kanë treguar se përmes konsumit të vezës ju mund të bëheni edhe më të vëmendshëm. Veza është e mbushur me ushqyes thelbësor. Por në rast se ajo nuk ju pëlqen, ka mënyra të ndryshme për të konsumuar atë në kombinim me ushqime të tjera. Proteinat që përmbajnë vezët mund t'ju ndihmojnë të bini nga pesha më shpejt. Vezët i japin energji trurit dhe mbrojnë gjithashtu shëndetin tuaj të syve. Ndaj edhe përfitimet që do të merrni pas konsumit të tyre do t'jenë gjithashtu mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit. Debati për vlerat e vezës së zjerë në trupin tuaj dhe shëndetin tonë mendohet se është te kaluar ndër vite, por her pas here ndodh që ekspertët e ushqimit i rikthehen studimeve për mënyrën e gatimit të vezëve, sepse realisht mënyra se si i zjeni një vezë mund të ketë efekte madhore në profilin ushqimor. Vezët e zjera me një val janë një nga mënyrat më të shëndetshme dhe më të përshtatshme për t'i përgatitur ato. Ky udhëzues i dobishëm ju tregon vlerat e vërteta ushqimore të vezëve të zjera dhe mënyrën si ato grumbullohen në varësi të zjerjes së tyre. Ushqimet që e bëjnë metabolizmin të djegën në mënyrë efikase maksimale yndyrën janë edhe vezët. Vezët e zjera janë të mbushura me ushqyes vital nga proteinat në ndërtimin e muskujve deri te vitamina B. Ekziston edhe një dietë popullore që përmban vezët e zjera. Megjithatë, nuk rekomandohet për të gjithë. Kjo është një arsye pse vezët duhet të jenë pjesë përbërëse e dietave tuaja. Duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese që ato bartin, vezët do të jenë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për organizmin tuaj. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e vezëve të zjera. Prandaj, edhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit dhe jo vetëm. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor i një ushqyerie të shëndetshme, dhe si të tilla nuk duhet të mungojnë në vaktet tuaja ditore. Vlerat që do të merrni prej konsumit të tyre do të luajnë një rol të mirë parandalues për organizmin. Vlerat që do të merrni nga vezët janë të rëndësishme edhe për yndyrnat e trupit. Një vezë e zjerë përmban rreth 5 gram yndyrë. Yndyra është një komponent i rëndësishëm kur merret vetëm nga vezët e zjera. Për shkak të pranisë së yndyrës ju ndihmon të thithni më mirë edhe të gjitha vitaminat e mrekullueshme që gjenden tek veza. Pra shtimi i vezëve të zjera në vaktin tuaj do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se vezët janë të mira për organizmin kur këshillohet të konsumohen në formën e tyre të zjerë, pasi do t'i japin gjithashtu një përmbajtje më të mirë të vitaminës D. Një vezë përmban në 10% të konsumit të përditshëm të vitaminës D, e cila është veçanërisht e rëndësishme të merret edhe gjatë periudhës së dimrit. Kjo për shkak të efekteve të saj stimuluese për organizmin dhe lehtësuese kundër komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni të mirat e vezës në shëndet, këshillohet ta konsumoni në formën e saj të zjerë. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.